Partia Demokratike e Vlorës konfirmon edhe një herë mbështetjen për kandidatin e pavarur për Bashkinë e Vlorës Dionis Sota. Në një koment në rrjetet sociale, kryedemokrati i Vlorës Hysni Shara tha se demokratët janë fushat për krah kandidatit Sota. Partia Demokratike e Shqipërisë, dega e Partisë Demokratike Vlorë dhe aleatët e saj janë në këtë fushat të zgjedhjeve të pjesshme vendore për krah kandidatit të pavarur, zoti Dionis Sota. Shprehet fillimisht Shara, mëtej, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara thekson se beson te kandidati Sota, programi, dëshmëria dhe përkushtimi i tij. Ne jemi në mbështetje të plotë dhe pa asnjë ekuivok të kësaj kandidature dhe besojmë se kandidati, programi, dëshmëria dhe përkushtimi për zgjedhjen sa më shpejt e të qëndrueshme të problemeve që rilindja dhe qeverisja 27 vjeçare e Partisë Socialiste i kanë shkaktuar Vlorës do të jenë kryefjala e kësaj fushate. Nga ana tjetër, çdo spekulim, marrëveshje apo kandidimi i personave të caktuar në emër gjoja të opozitës është charlatanizëm, aventurë dhe patjetër shërbim ndaj Ramës dhe pushtetit të tij të korruptuar e kriminal. Përfundon deklaratën e tij kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Shara.